vishën, shkojnë punë edhe kthehen në shtëpi të dëshpëruar që nuk munden me çu punën e tyre në një fazë tjetër. Se këta deputet nuk po votojnë haptas pra. Se vetëvendosja apo insistojnë në votimin e fshatë, nëse ka këta deputet. Sa kam, e di që një gatishmëri për zhbllokim të situatës e ka, nuk e di sa është e vërtetë, se lajmet gjithandej po shkojnë dhe u kërkojnë ndjes të gjithë të apostrofuarve që i përmendëm, nëse kanë qëndrime tjera, por megjithatë këto kemi lexuar për emrat e tyre, gjithashtu jo për të dalë kundër qëndrimeve të subjektit politik, por një reflektim pak më i madh politik e pjekuri pak më i madh është parë edhe te zoti Çuni për zhbllokimin e situatës, edhe është krejt absurde mbajtja peng institucioneve për emrin, sepse në fund të ditës zonja Haxhiu është deputete, ja kemi diskutuar disa herë, më e votuar grua nëse nuk do të kishte mbështetje, nëse nuk do të ishte pëlqyer për qytetarëve, ajo nuk do të kishte marrë ato vota. Prandaj, nëse dikush është votuar dhe është vlerësuar aq shumë sa është vlerësuar, pavarësisht mendimit tonë që mund ta kemi personal gjithë secili prej nesh, ajo i është nënshruar votës lirë demokratike dhe ka marrë këtë mbështetje për gjithë njerëz atje jashtë, se mos ta përfaqësoj kuvendin e Kosovës nëse peshon ato zonja Hajdari, përderisa janë këta deputet, të cilët u përmendën edhe emrat e tyre patjetër që kanë qarkulluar nëpër media të ndryshme, të cilët mund ta votojnë në zonjën Haxhiu për kërë parlamentare. Atëherë nëse vetëvendosja është e sigurt që ka këto vota, pse ata insiston në votim të fshat patjetër? Sepse e di që mbështetje do të marrë edhe prej deputetëve të subjekteve tjera politike, sepse unë e mendoj që secili prej qytetarëve edhe prej qytetarëve që s'kanë të drejtë vote fare, po ndjehemi keq për ngërçin që është krijuar. E mos të flasim për përgjegjësinë edhe ndjesinë e pakëndshme që e kanë të gjithë ata që vishën, shkojnë punë edhe kthehen në shtëpi të dëshpëruar që nuk munden me çu punën e tyre në një fazë tjetër. Këtë ndjesi jam e sigurt që kanë edhe deputetët e opozitës, pavarësisht qëndrimeve të subjekteve të tyre politike. Unë e shoh si papjekuri të parit të subjekteve politike kurdo që i drejton ato sot, sepse po them edhe një herë, është krejt diçka tjetër për ta shtyrë formimin e kuvendit Kosovës, krejt diçka tjetër për të dhënë votë për koalicionin fitues, për shembull ose për cilin do subjekt politik. Unë nuk jam që deputetët e opozitës të japin votë blanko për qeverinë e Kurtit 3, po jam për të dhënë votë për konstituimin e kuvendit, sepse ne nuk shkojmë as në zgjedhje pa emrimin e kryetarës ose kryetarit të kuvendit. Është krejt absurde, sepse po pretendon që jo këmbgulja është zonja Haxhiu pastaj të mbetet ushtruese e detyrës së presidentit. Po kjo nuk është fare e vërtetë, sepse nëse ne nuk kemi dakordsi edhe në vazhdim, e kemi një vendim potencialisht të gjykatës kushtetuese që do mund të ishte kundër këtij votimi të fshehtë, potencialisht në kundërshtim me atë të vitit 2014, atëherë ne prapë do duhet të shkojmë në zgjedhje të reja, sepse nuk kemi konstituim të kuvendit. Ne nuk mund ta bëjmë as të hap prapë pa e kaluar këtë procedurë, dhe nëse kalojmë këtë procedurë, zgjedhjet e jashtëzakonshme janë për një afat shumë më të shkurtër kohor, që do të thënë prapë e para kuvendit do të mbetet ushtruese e detyrës së presidentit, sepse zonja Osmani ka mandat deri në shkurtin e vitit kaluar. Do të thënë çdo matematik që këta kanë hyrë në paranoja edhe po diskutohet në studio televizive nuk qëndron, sepse potencialisht do të shkojmë në zgjedhje të reja. Edhe do të thënë cikli nuk do të përfundoj me zonjën Haxhiu si ushtruese e detyrës, sepse zonja Osmani deri në shkurtin e vitit të ardhshëm është në detyrë. Është këtë absurde, është bllokat këtë e panevojshme. Përgjegjësia e njerëzve të cilët janë në pushtet ose të cilët kanë marrë pushtetin prej qytetarëve, a duket që është e zbet kërshi zhvillimeve të cilat ndodhin në botë, duke nisur nga Ukraina kur ka ndodhur e deri tash që është konflikti mes Izraelit, Iranit, ku është përfshim edhe Amerika. Përgjithësia e politikanëve, po. Pa diskutojmë, ne këtë po e diskutojmë, që do të thënë nuk ka asnjë lloj logjike pavarësisht konflikteve në botë. Ne sikur t'i kishim vetëm këto telashet e fondeve që janë ndarë për Kosovën e që nuk po merren dot, vetëm kjo do të ishte alarm për të shtyrë gjërat më shpejt dhe për të shkuar një hap tutje. Nuk e kuptoj këtë blokadën e inatit, se kjo është blokadë që buron puro për inatë dhe teke. Nuk ka të bëjë asgjë me diçka tjetër. Ne kemi kaluar një proces zgjedhor. Procesi zgjedhor i ka nxjerrë me këta numra, me këto përqindje. Ti nuk mundesh sot me menjanu komplet parin,
kur ai është nënshtruar votës qytetare, nëse ti e mendon që ai s'bën, ai s'ka vlerë, ai nuk e meriton qeverisë, të tjerët atje jashtë e kanë menduar ndryshe.